Fluksi i automjeteve është i lartë në segmentin Shkodër-Mjet, shkak për cilin janë bërë punimet në urën e Baqallekut. Por ajo çka shihet në këtë aks rrugor është se mungon totalisht sinjalistika rrugore, por edhe rruga shumë e ngushtë dhe shumë rrezikshme. Parakalimet gabuara dhe shkurrat e papastruara janë një rrezik për gjithë drejtuesit e automjeteve. Por ajo që shihet është se me këtë fluks ky segment është kthyer në një rrezik permanent, pasi mungesa e sinjalistikës dhe mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor, bashkë me pastrimin e pjesëve anësore të rrugës, janë burim aksidentesh. Punimet në urën e Baqallekut dhe rritja e temperaturave ka bërë që shumë drejtues mjetësh të zgjedhin këtë segment rrugor për të udhëtuar drejt Tiranës apo vendeve të tjera, me qëllim që t'i shmangin trafikut në hyrje të Shkodrës.